E shikoni këtë video në foto? Shikojeni me kujdes. Kjo nuk është një shenjë normale pas operacionit, është alarm. Këtu kemi të bëjmë me një lifting të gushës ose të qafës të realizuar me një teknik që nuk respekton as pak parimet bazë të një kirurgjie estetike të kujdesshme. Problemi nuk është vetëm shenja që duket, problemi është arsyeja pse ajo shenjë është krijuar në këtë formë. Përshëndetje miq e miq, kënaqësi që takohemi sërish bashkë. Unë jam Dr. Skedi Faria, themeluesi Kate Day Hospital, e sot dua të ndaj me ju një temë që meriton shumë më tepër vëmendje se sa merr zakonisht: cicatricet keloide pas kirurgjisë estetike. Do të ndalim te ky rast jo për të friksuar, por për të edukuar, sepse shumë njerëz e shohin një shenjë kirurgjikale vetëm si detaj estetik. Në realitet, një cicatrice mund të tregojë shumë: si është planifikuar ndërhyrja, si është respektuar tensioni i lëkurës, si është mbyllur plaga, sa e kujdesshme ka qenë ndjekja pas operacionit dhe mbi të gjitha si ka reaguar organizmi i pacientit. Në lifting të qafës dhe të fytyrës, prerjet nuk vendosen rastësisht. Ato duhet të planifikohen në zona sa më të fshehura, zakonisht rreth veshit, pas tij dhe në linja natyrale ku shenja mund të bëhet sa më diskrete dhe me kalimin e kohës. Kur prerja vendoset në një zonë të dukshme, në qendër të qafës ose në një vend që ekspozohet menjëherë në çdo lëvizje, pacienti nuk kërkohet vetëm me një shenjë kirurgjikale, por me një problem estetik afatgjat. Në këtë rast, mbi lëkurë është ushtruar tension më i madh se ç'duhet gjatë tërheqjes së indeve dhe mbylljes së plagës kirurgjikale. Dhe ky fundit është një nga faktorët më të rëndësishëm në cilësinë e cicatrices. Kur lëkura tërhiqet me forcë dhe detyrohet të mbajë peshën kryesore të korrigjimit, plaga nuk shërohet në kushte ideale. Trupi e percepton atë zonë si një plagë në stres dhe në këtë mënyrë rreziku për cicatrice të trashë, të ngritur, të skuqur, të dhimbshme ose keloide rritet ndjeshëm. Kjo është arsyeja pse duhet të kuptojnë qartë: cicatricia keloide nuk është thjesht shenjë keqe, nuk është vetëm problem bukurie, është rezultat i një procesi biologjik shërimi që ka dalë nga kontrolli normal. Kur lëkura dëmtohet nga një prerje kirurgjikale, djegje, traumë, piercing ose plagë tjetër, trupi nis procesin e riparimit. Në mënyrë normale, organizmi prodhon kolagjen për të mbyllur plagën dhe për të rindërtuar indin e dëmtuar. Me kalimin e kohës, kjo cicatrice duhet të maturohet, të zbutet, të sheshohet dhe të bëhet më pak e dukshme. Por te disa pacientë, ky proces nuk ndalet në kohën e duhur. Trupi vazhdon të prodhojë kolagjen dhe ind fibroz më shumë se ç'duhet. Si pasojë, cicatricia bëhet më e trashë, më e fortë, më e ngritur dhe më e dukshme. Kur kjo trashje mbetet brenda kufive të plagës fillestare, flasim zakonisht për cicatrice hipertrofike. Ajo mund të jetë e ngritur, e kuqe, e fortë, por nuk del përtej vijës së plagës ku ka nisur. Keloidja është më agresive. Ajo nuk respekton kufit e plagës fillestare. Ajo vazhdon të rritet përtej zonës ku ka qenë e pozicionuar prerja ose trauma. Mund të zgjerohet, të trashet, të kruhet, të dhëmbë, të skuqet dhe të bëhet shumë shqetësuese për pacientin, jo vetëm nga ana estetike, por edhe funksionale dhe psikologjike. Ka pacientë që kanë predispozit biologjike, ka të tjerë që kanë histori personale ose familjare me keloide. Ka zona të trupit që janë më të prirura për cicatrice patologjike si kraharori, shpatullat, veshët, qafa dhe disa zona ku lëkura është vazhdimisht në tension. Ka pacientë me tip lëkure më të predispozuar. Por edhe teknika kirurgjikale ka një rëndësi të madhe. Nëse prerja pozicionohet keq, nëse plaga mbyllet me tension, nëse lëkura tërhiqet më shumë se ç'duhet, nëse nuk respektohen shtresat anatomike, nëse nuk shpërndahet forca në indet më të thella dhe nëse pas operacionit nuk ka kontroll të mirë të shërimit, atëherë rreziku rritet. Pra, predispozita e pacientit dhe teknika kirurgjikale nuk janë dy gjëra të ndara. Ato ndërveprojnë me njëra tjetrën. Në një lifting korrekt të qafës, parimi nuk është që lëkura të tërhiqet fort dhe të qepet me forcë. Ky është një gabim shumë i rënd konceptual. Lëkura nuk duhet të mbajë peshën e rezultatit. Në një teknik të saktë, korrigjimi nuk duhet të mbështetet vetëm te tërheqja e lëkurës, por kryesisht te ripozicionimi i shtresave më të thella të saj dhe qafës. Një prej tyre është masi ose sistemi muskulo apo neurotik sipërfaqësor, një rrjet fibromuskular që ndodhet poshtë lëkurës dhe ndihmon në mbështetjen dhe lëvizjen e indeve të fytyrës. Në zonën e qafës, kjo shtresë lidhet me platizmën, një muskul i hollë dhe i gjerë që shtrihet nga pjesa e poshtme e fytyrës drejt qafës. Gjatë procedurës së lifting, kirurgu ripozicionon dhe fikson këto struktura të thella në mënyrë që ato të mbajnë pjesën kryesore të korrigjimit. Kështu, lëkura nuk tërhiqet me forcë dhe nuk lihet në tension, por vendoset natyrshëm mbi indet e ripozicionuara e si rrjedhoi krijohen kushte më të favorshme që cicatricia të ndjek trajektoren normale të shërimit.
Ky është dallimi mes një lifting të konceptuar mirë dhe një tërheqje sipërfaqësore të lëkurës. Kur lëkura tërhiqet si perde, shenja bëhet viktima e parë. Ajo fillon të zgjerohet, të trashet, të skuqet dhe bëhet më e dukshme. Kur indet e thella ripozicionohen siç duhet, lëkura thjesht përshtatet me një strukturë më të mirë anatomike. Në këtë rast, cikatricia ka më shumë mundësi të shërohet në mënyrë diskrete. Prandaj, në këtë rast, problemi nuk është vetëm që kemi një cikatrice të dukshme. Problemi është që cikatricia tregon një zinxhir vendimesh të gabuara. Vendosje jo ideale e prerjes, tensioni i lartë mbi lëkurë, mbyllje jo e favorshme e plagës dhe më pas një proces shërimi që ka devijuar drejt keloides. Pacienti shpesh mendon se shenja është pjesë normale e operacionit. Po, çdo prerje kirurgjikale lë një shenjë. Kjo është e vërtetë, por jo çdo shenjë është normale. Një cikatrice e hollë, e zbehtë, e fshehur mirë dhe e maturuar me kalimin e muajve është pjesë e pritshme e ndërhyrjes kirurgjikale. Një cikatrice e trash, e ngritur, e kuqe, e dhimbshme që rritet përtej plagës dhe që deformon zonën nuk duhet normalizuar. Kjo është një shenjë që kërkon vlerësim. Nëse një pacient ka krurje të vazhdueshme në shenjë, dhimbje, trashje progresive, skuqje që nuk qetësohet, ngritje të cikatricës mbi nivelin e lëkurës ose zgjerim përtej vijës fillestare të prerjes, ai nuk duhet të presë me muaj duke menduar se do kaloj vetë. Sa më herë të vlerësohet një cikatrice patologjike, aq më shumë mundësi ka të kontrollohet. Mendoni se një cikatrice keloide thjesht hiqet dhe problemi zhduket? Gabim. Trajtimi i keloideve është shumë më i vështirë se parandalimi, dhe këtë duhet ta theksoj fort. Një cikatrice e tillë nuk trajtohet me një krem magjik, nuk zhduket me një produkt të blerë rastësisht online, nuk korrigjohet gjithmonë me një ndërhyrje të thjeshtë. Përkundrazi, në disa raste, nëse tentohet të hiqet pa plan të saktë dhe pa trajtim mbështetës, mund të rikthehet edhe më e madhe. Trajtimi varet nga tipi i cikatricës, madhësia, zona ku ndodhet, koha që ka kaluar nga operacioni, simptomat, trashësia, skuqja, predispozita e pacientit dhe trajtimet që janë bërë më parë. Në disa raste përdoren injeksione intralesionale, zakonisht me kortikosteroid për të ulur inflamacionin, për të frenuar prodhimin e tepërt të kolagjenit dhe për të zbutur indin fibroz. Në raste të tjera, mund të përdoren kombinime me substanca të tjera mjekësore sipas vlerësimit të specialistit. Mund të përdoren fasha ose gjel silikoni për të ndihmuar maturimin e cikatricës dhe për të ulur rrezikun e trashjes së mëtejshme. Këto kërkojnë përdorim korrekt dhe të vazhdueshëm. Nuk mjafton të vendosësh një ditë dhe të presësh rezultat. Menaxhimi i cikatricës kërkon durim, disiplinë dhe ndjekje. Në disa raste, lazeri mund të ndihmojë në uljen e skuqjes, përmirësimin e strukturës dhe zbutjen e pamjes së cikatricës. Por edhe lazeri nuk është zgjidhje universale. Ai duhet përdorur në pacientin e duhur, në kohën e duhur dhe me indikacion të qartë. Në rastet më të vështira, mund të merret në konsiderat edhe korrigjimi kirurgjikal i cikatricës. Por kjo është pjesa më delikate, sepse një trup që ka krijuar një keloid një herë mund ta krijojë përsëri. Prandaj, korrigjimi kirurgjikal nuk duhet parë si ta presim edhe mbarojmë. Duhet të shoqërohet me strategji parandaluese dhe ndjekje të rrept pas ndërhyrjes. Mesazhi kryesor është ky: një cikatrice patologjike nuk menaxhohet me improvizim. Ajo kërkon diagnozë të saktë, plan trajtimi, ndjekje dhe pritshmëri realiste. Qëllimi shpesh nuk është ta zhdukim 100%, sepse kjo jo gjithmonë është e mundur. Qëllimi është ta ulim, ta zbusim, ta qetësojmë, ta bëjmë më pak të dukshme dhe të parandalojmë përkeqësimin ose rikthimin. Por akoma më e rëndësishme është parandalimi. Para çdo ndërhyrje estetike, pacienti duhet të pyet për historinë e shërimit të plagëve. A ka pasur ndonjëherë keloide? A ka shenja të trasha pas operacioneve të mëparshme? Si janë shëruar plagët pas prerjeve, djegjeve, akneve ose piercing? A ka familjar me cikatrice keloide? A ka pasur më parë shenja që janë rritur përtej plagës fillestare? Nëse pacienti ka prirje për cikatrice keloide, kirurgu duhet ta marrë seriozisht. Duhet të mendojë me shumë kujdes për vendin e prerjes, tensionin e mbylljes, teknikën e qepjes, kujdesin pas operacionit dhe ndjekjen afatgjatë. Në disa raste mund të jetë e nevojshme të shmangen ndërhyrje të panevojshme në zona me risk të lartë. Në raste të tjera, pacienti duhet të informohet qartë se rreziku për shenjë të trashë nuk mund të eliminohet plotësisht. Ky rast na mëson diçka shumë të rëndësishme. Një rezultat i keq nuk është gjithmonë fat i keq. Donjëherë është pasojë e drejtë për drejtë e një teknike të gabuar. Donjëherë është pasojë e një prerje të vendosur keq, donjëherë është pasojë e tensionit të tepërt, donjëherë është pasojë e mungesës së ndjekjes dhe ndonjëherë është kombinimi i të gjitha këtyre me predispozitën biologjike të pacientit. Dhe mbani mend, në kirurgjinë estetike serioze, një rezultat i ekzekutuar mirë nuk duhet të krijojë kurrën e kurrës një problem të ri estetik.
Nëse keni mbërritur në fund të kësaj videoje, ju ftoj ta ndani me të tjerët, ta pëlqeni, të komentoni dhe të bëni subscribe në kanalin tonë YouTube për më shumë përmbajtje të këtij formati. Faleminderit nga zemra që na ndiqni dhe që jeni audienca jon elitare dhe kaq e veçantë.